Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu në falenderojmë për të mirat e tij, të mirat që janë pafund, ashtu siç Allahu tha në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", nëse mundohet njëri mi llogarit mirat e tij, nuk mundet mi dalë çosh. Atë falenderojmë për të mirat e shumta, të mirat të cilat lypin falenderim. Po përveç falenderimit lypin edhe apo kërkohet llogari për ta, edhe ka përgjegjësi. Allah Azza wa Jall kur ju tha familjes së Davudit alayhi salam, Kur'an tha: "I'malu ala Davuda shukra", tha punoni o familja e Davudit falenderim. Pra nuk është e mjaftueshme vetëm fjala, mirë po duhet edhe vepra me vërtetu falenderimin. Ne e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për të mirat e tij në këtë ditë që i përjetojmë, komoditet, rahati, ndoshta edhe luks. Këto të mira, Allah Azza wa Jall në surën At-Takathur, në ajetin e fundit, thot: "Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im". Thot Allahu: me të vërtetë do të merrni në llogari për të mirat që i keni pas në dunja. Sahabët kur e komentojnë këtë ajet, e komentojnë disa me shëndet, disa me pasuri, disa me atë mirëqenie në dunjas në përgjithësi, mirë po padyshim sahabët ndonjëherë e komentojnë ajetin me një shembull, jo se ajeti e ka për qëllim vetë çat shembull, mirë po çaj shembull përfshihet në kuptimin e ajetit. E nuk ka dyshim se çdo e mirë që është në këtë dunjë nga Allahu Azza wa Jall një ditë do t'i jepet llogari. Në këtë ajet Hoxha Shënkiti, Allahu e pasmëshiruar, në tefsirin e këtij ajeti e sjell një hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka dalë prej shtëpie në kohë të pazakont. Edhe e takon Ebu Bekrin edhe Omerin. Edhe kur i takon, pra është kohë e pazakont, nuk e kanë pas zakon me dalë çat kohë, thot: "Çka ju nxjerri thot juve prej shtëpie?" Omeri edhe Abu Bekri thot: "Wallahi thot na kanë nxjerrë thot untia." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Çajo që ju kanë nxjerrë juve thot kanë nxjerrë edhe mua." Po vazhdojnë derisa shkojnë te një sahabi prej ansarve i cili i mirëpret, i gostit, hajnë, pinë, ngopën, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohet Abu Bekrit edhe Omerit, edhe i thot: "Wallahi thot keni mu marrë llogari për këto të mira. Keni dalë thot prej shtëpie tunt, me uri, edhe thot u ngopët. Pra këtë të mira kanë llogari. Kujt ja thot këtë? Ja thot Ebu Bekrit edhe Omerit, dy personave që janë më të mirë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Pra e përsëriti se këtë të mira, përveç që lypin falenderim, me falenderu Allahun Azza wa Jall, gjithashtu kanë edhe përgjegjësi, kanë edhe llogari. Për këtë komoditet që na e jetojmë, që ndoshta dikush sot nuk i ka as ato kushtet elementare, nuk e kanë as rahatin, e kanë frikën, ndoshta as kafshatën kryesore nuk e kanë elementare, ndërsa neve Allah Azza wa Jall na kanë nderuar ndoshta edhe me atë luksin më të madh. Pra ja vlen si besimtar edhe kena përgjegjësi që me shfrytëzu për të mirën tonë, veçanti kur jemi te mësimi apo kuptimi i fesë Allahut Azza wa Jall. Pse kjo? Se ditë nuk janë sa herë të njëjta. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas". Këto ditë sillen, pra nuk janë sa herë e njëjta gjendje. Ndonjëherë është friga, ndonjëherë është rahatia, ndonjëherë është pasuria, ndonjëherë është fukaralloku, kanëherë është smunja, kanëherë shëndeti. Kështu që këto janë ditë që Allah Azza wa Jall i sill në mesin e robërve të tij, që të sprovohen. Për atë, përderisa e kena këtë komoditet, këtë rahati, ja vlen pra me shfrytëzu një pjesë të kohës son, ditës son, me investu për mësimin apo kuptimin e fesë Allahut Azza wa Jall, ashtu siç keni ardhur pra në këtë rast. E lutem Allahun Azza wa Jall që këto mexhlise pra të jenë të bereqeshme edhe në dobin tonë. Unë kisha përmend vetëm disa pika apo disa dobi për ligjëratat apo derset apo mësimi i fesë Allahut Azza wa Jall në përgjithësi. Shkurtimisht që veç me pas, ndoshta me na shoqëru këtë pika neve gjatë ligjëratave, jo vetëm këtu, po kudo që shkon besimtari e ndëgjon atë ligjëratën ose mëson për fenë e Allahut Azza wa Jall, me shpresë që me pas efekt më shumë edhe me ndiku ato tek ne. Ajo e para është se
ligjeratat ose mësimi i fesë Allahut azza wa jall hin tek fjala e Allahut ku Allahu thot në Kur'an innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allahu azza wa jall thot në Kur'an, thot ata të cilët e lexojnë librin e tij. Pra kur tha me lexojnë, nuk e kanë për qëllim veç hatmën ose zonin e mirë ose leximin e bukur ose tajvidin e mirë. Po e kanë për qëllim çashtu që kanë thonë ulemat, e lexojnë për ta kuptuar. E pasi e kuptojnë, atëherë punojnë me atë. Që kjo është ai leximi hakikat që lipët prej neve besimtarve në raport me Kur'anin. Allahu thot ata të cilët e lexojnë pra këtë libër, edhe të cilët e falin namazin, po edhe japin prej asaj pasurie që Allahu azza wa jall ju ka dhënë, yarjuna tijaratan lan tabur, këta janë ata që shpresojnë një tregti me Allahun që nuk hub asnjëherë. Pra është një tregti që nuk hub. Çdo investim i joti, sakrificë e vogël te Allahu azza wa jall nuk ka mundësi me hub. Pra shpresoj që këta mezhlise të dijes apo të mësimit të fesë Allahut, pra të hinë në këtë kategori ku na ta shpresojmë çat tregtin e cila nuk hub asnjëherë. Pika e dytë apo dobia e dytë është se prej neve si besimtar kërkohet kujdesi për zemrën apo për shpirtin ton. E keni pa që kujdesemi për pamjen ton të jashtme, për trupin ton, bukurin ton, para njerëzve, pse të shohin njerëz. Allahu azza wa jall tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu shikon zemrën, edhe Allahu shikon punën. Që aty është ai veni ku Allahu shikon. Nëse njerëzit ty të shikojnë për jashtë, atë pamjen tane, edhe ti e shton atë kujdesin tanë çdo ditë për mu duk sa më mirë, Allahu e shikon zemrën, edhe Allahu e shikon veprën. E që tash nëse ajo kujdesi jon për trupin ton, pamjen ton të jashtme, është maksimum, pse njerëzit qohin sa duhet mu kanë kujdesi jon për shpirtin ton, ose për zemrën ton, edhe punën të cilën ibadetin ja bujmë Allahut azza wa jall. E treta është se Allahu e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një ajet në surën Al-Kahf ku thot wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Pra e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të bën sabër me besimtarët, me ata të cilët i bujnë ibadet Allahut në mëngjes edhe në mbrëmje. Thot bën sabër. Pra ky urdhër automatikisht vlen edhe për neve si besimtar pa dyshim, që me bo sabër në shoqërimin me besimtarët, në veçantin me xhlise ku përmendet Allahu azza wa jall edhe mësohet feja e tij. Për shkak se Allahu tha ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Përgjigjni Allahut në urdhrin e tij, edhe përgjigjni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhrin e tij. E shpresoj që këta me xhlise janë një përgjigje të urdhnit ku Allahu thot wasbir nafsak, bëni sabër me ata besimtar që i bujnë ibadet Allahut azza wa jall në mëngjes edhe në mbrëmje, e ne shpresojmë që Allahut i bujmë ibadet edhe me këta me xhlise ku mësohet feja e Allahut te baraka wa taala. E katërta është hadithi që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot nuk mbledhet thot një grup i besimtarëve në një xhami apo në shtëpi të Allahut azza wa jall ku lexohet libri i Allahut edhe mësohet, pra mundohet mu kuptua ai libër, thot vetëm se zbret qetësia mbi ata besimtarë. Qetësia që ndoshta shumë prej neve sot s'po folim për jo besimtarët, se ata shumica janë sprovuar me qetësinë shpirtërore apo atë kënaqësinë e zemrës, që ndoshta i kanë edhe shumë të mira dunjas, mirë po qetësinë e shpirtit nuk e kanë. Kur jemi të qetësia e shpirtit, është një ajet në surën An-Nahl ku Allahu thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush është besimtar edhe bën vepra të mira, Allahu ka garantuar që na ja mundsojmë atij një jetë të mirë. Te ky ajet, komenti i parë që e kanë dhënë disa ulema është se Allahu ja jep mirëqenien e mirë dynjas. Që ky kuptim nuk është larg që me përfshi. Allahu kujton ja mundson dunjan me pas rahat edhe mirë. Mirë po, ata të cilët atë kuptim të cilën e saktëson edhe thotë se është më afër të ajetit, të kuptimit të ajetit, Ibn Gjeriri at-Tabari, që është një prej komentatorëve më të mëdhej të Kur'anit, thotë se është për qëllim pajtimi me të qenurit
rob i Allahut Azza wa Jall edhe pajtimi me caktimin e tij. Pra mu kon ti i knaqt, mu kon në rahat edhe i qetë se Allahu është Zot i joti dhe se ai cakton për ty në këtë dunjë, me dijen edhe urtësinë e tij. E keni ndëgjuar ato fjalët e selefëve përpara, si për shembull Ibrahim ibn Adham, thot vallahi thot sikur me pas dit këta tjerë, domethënë këta që janë me pushtet, janë me pasuri, janë me famë, mirë po janë dalalet, thot me pas dit atë kënaqësinë që ne shijojmë si besimtar, pra atë imanin, kënaqësinë e imanit si besimtar në Allahun Azza wa Jall, thot na kishin luftuar me shpata, vetëm për me na e marr. Veç për me na e marr. Pra që kjo është ai imani, kënaqësia, ai pajtimi me caktimin e Allahut Azza wa Jall, edhe ai me qenë si Zot i joti, është ajo kënaqësia që nuk blehet edhe nuk blehet me pasuri me këto materialin e dunjas. Për atë ndoshta edhe neve sot na mungon shihimi që ti imanit. Pra kjo lyp një far mundi, një far kujdesi pak më të madh nëse do me arrit. Nuk është e pa arritshme, është e arritshme. Çështja që kanë arrit selefi, Allahu ja mundson edhe robëve të tij të tjerë. Mirpo duhet kujdes pak më shumë, për kushtim pak më shumë, edhe Allahu Azza wa Jall e ka mëshirën e madhe të tij. Pika tjetër apo dobia tjetër është se në këtë hadith ta pejgamberi Allahut i ka plon tha mëshira, pra mëshira zbret në mexhliset ku mësohet feja Allahut, përmendet Allah, edhe në fund të hadithit tha Allah Azza wa Jall i përmend robët e tij pra tek ai. Allahu thot edhe në Kur'an fadhkuruni adhkurkum, më përmendni, ju përmendi. Pra është interesant me të përmend dikush në dunjë me famë, me pozit, me pasuri, e kujt diun e çka, mirë po është ndoshta edhe e pa imagjinueshme nëse Allahu Azza wa Jall të përmend në mesin e tij, në banorët e qiellit të lartë. Pastaj dobia tjetër është se kuptimi i fesë është një nivel i kuptimit të fesë që e ka obligim secili besimtar. Pra është padyshim se një thellim më i tepërt i takon hoxhallarëve, mirë po një kategori apo një nivel i mësimit të fesë, kuptimit të fesë e ka obligim apo farz individual secili besimtar me mësu dhe me kuptu fen Allah Azza wa Jall që me adhuru, domethënë të ato obligimet që i ka ndaj ato obligimet fetare. Ndërsa prej temave këto pra ishin vetëm disa pika si hyrje apo si disa dobi që shpresojt na shoqërojnë kur dikush e bën niyet me ngu një ligjërat ose me shku me prezantu me një ders, me shpresë që inshallah këta me pas domethënë efekt më të madh edhe me shpresu që na me përmirësu veten, me ngritat nivelin e dijes, nivelin e ndërgjegjes, përgjithësisë, pa dhe seriozitetit në fenë Allahut Azza wa Jall. Një prej temave që na kena besoj nevojë shumë ditën e sotit na si besimtar është ajo tema që vetëm edhe se përmenda me juve në grup, është edukata apo edepi. Edhe puna e edepit, kur e përmendi si edep, normal nuk e kam për qëllim veç ajo mirësjellja ose një fytyrë buzëqeshur, mirë po e kam për qëllim edepin atë kuptimin që e kam përshu ulemat. Se ulemat apo dietarët në zamanin e hershëm, kur i kanë shkruajt librat e hadithit, nëse fillon prej Imam Buhariu dhe ma tutje, në çdo kapitull në çdo libër e kanë veçuar një kapitull për edepin e muslimanit. Për edepin e muslimanit. Bile jo vetëm kjo, po kanë shkruajt edhe libra të veçanta vetëm për edep. Siç është në rast domethënë ky libri Imam Buhariut El Adab El Mufrad ose libra tjerë të cilat ulemat i kanë shkruajt vetëm për edep. E kur thojmë na edep, e kena për qëllim fillimisht edepi me Allahun Azza wa Jall, edukata jote si besimtar me Allahun, edukata jote në adhurim, edukata jote në frigën tënde ndaj Zotit, sikur kur je me njerëz, po sikur kur je në vetmi. Edukata jote apo turpi jot prej Allahut Azza wa Jall, edukata jote në obligimet apo në haramat, domethënë që Allah Azza wa Jall i ka caktuar. E kam për qëllim edukata, edepi i besimtarit me pejgambert. Veçanti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilën e kena si shembulltyr, po e kena edhe gjykat si cili gjykon në çështjet tona, gjykon në mospajtimet tona. Është
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është edepi ose edukata me librin e Allahut. Edukata me obligimet, siç e përmendëm, edukata me ndalesat, pastaj normal edhe edukata me veten, familjen, kujshin, po edhe me armikun. Një prej jahudive kur e ka taku Selmanin radhiyallahu anhu, thot wallahi thot domethënë thot juve ju ka mësu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot edhe atë punën më të vogël domethënë kur e kryeni nevojën, edukat. Thot po valla, thot na e ka mësu. Pra kjo fe neve na e ka mësu, dhe ndoshta ato rastet më intime apo më private në jetën tonë me pas edukat. Kjo është domethënë e edepin në kuptimin e plot kur folmi për edepin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu si tha në Kur'an, tha wa innak la ala khuluqin adhim. Tha Muhammed, ti je me të vërtetë në një nivel të lartë të edukatës. Ibn Abasi kur e komenton këtë ajet, domethënë çka është për qëllim khuluq, edukata në këtë ajet, thot është feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edukata është fe, feja është edukat me atë kuptimin e gjanë. Ibn Kaimi, kur e definon pra fjalën edep, se çfarë do të thonë shkurtimisht, pra edepi është çdo sjellje apo edukat e mirë në fjalën tonë edhe në veprën tonë. Do të thonë që e përfshin çdo fjalë edhe çdo vepër, sjellja më e mirë dhe në fjalë dhe në vepra. Këtë libër të cilin do të thonë e kam zgjedh që na me lexu bashk, ja vlen normal me kujtu edhe veten, po edhe me potencu se ky libër është një prej librave të imamit ndoshta më të madh të muslimanëve në hadith, që është Imam Buhariu. Që unë personalisht jam shumë i vogël me fol për këtë libër, por edhe unë jam bashkë me juve në këtë rast që mësojmë edhe mundohemi me kuptu diçka prej librit të këtij imami. Fillimisht do më thonë për sot vetëm pak e kam biografin e Imam Buhariut, e inshallah pas taj javën tjetër fillojmë me kapitullin e parë të këtij libri. Pra Imam Buhariu, si që njihet, pra ai imami i cili e ka shkruar atë librin Sahihul Buhari, që është do më thonë gati çdo musliman e njeh këtë libër. Emri i tij pra si që njihet është Muhammed bin Ismail al-Bukhari, shkurt me kunjën e tij Ebu Abdullah. Ka lind pra në vitin 194 hijri, që gati do më thonë para 1200 vitëv, dhe ka vdek në vitin 256 hijri, që i bjen se ka jetu dikun 62 vite, mirë po kalon gjurmë, kalon vepër, e cila mbaron me atë kur Allah Azza wa Jalla mbaron apo jep fund kësaj dunjaje. Normal, hifzin e tij të Kur'anit përmend e ka kry dikun në vitet kur i ka pas dikun 10 vjet, pastaj ka vazhduar atë rrugtimin e tij me dije apo talebul ilm, siç i thojnë. Kur Imam Buhariu i përmend hoxhallarët e vet se sa hoxhallar pra i ka kalu për me marrë çat dijen që na sot e kena të gatshme, kur e përmend pra të definicioni i tij për imanin, se imani shtohet edhe pakohet, thot se këtë mendim e ka marrë thot prej gati 1000 hoxhallarëve. Pra i ka kalu dikun 1000 hoxhallar për atë dijen e tij që e ka kalu. Për vlerën edhe mençurin, devotshmërinë që e ka pas ky imam, ka dëshmu çdo hoxhi tina, ka dëshmu për mençurin, devotshmërinë dhe sa domethënë ka qenë i përkushtuar në këtë lëmi. Po për këtë kanë dëshmu edhe vetë hoxhallar që i ka pas koleg, që e dini që kanë herë është rënë hoxhën me lavdru, se kanë herë luna jo, do më thonë puna e nefsit edhe egos, sidomos kur janë koleg, mirë po në këtë rast për Imam Buhariun edhe kolegët kanë dëshmu për imamllëkun e tij në hadith, në nxënien e kësaj dije. Po pastaj kanë dëshmu edhe nxënësit e tij, po janë pajtu historikisht muslimant për imamllëkun e Buhariut në këtë lëmi, ndërsa prej librave, siç e dini, pra Imam Buhariu është e njohur ai libri i Sahihit, që është domethënë i njohur tek këtë musliman, po përveç këtij libri e ka shkruajtur edhe këtë librin që sot domethënë e përmendëm, me këtë libër inshallah do të vazhdojmë në ligjërata. Pra ky libër është ndoshta më i dallumi pas Sahihul Buhari, është Adab al-Mufrad, që ka të bëjë me edepin e muslimanit. Pastaj ka libra edhe në histori, ka libra edhe një libër e ka të veçantë vetëm për respektin ndaj prindit,
Bile edhe kapitullin e parë të cilin do ta marrim javën e ardhshme është respekti ndaj prindit, e ka veçuar në fillim të librit. Ky libër normal i ka dikun, domethënë vetëm se për informatë, i ka dikun 1320 hadithe, i ka dikun 400 transmetime prej sahabëve, edhe i ka 640 kapituj. Domethënë 640 kapituj minimum 2-3 kapituj na kena nevojë çdo ditë në të përditshmërinë tonë. Në sjelljet tona, në veprat tona që i kena në përditshmëri, minimum kena nevojë domethënë 2-3 kapituj të këtij libri që na mikdit me dhe me praktikuar në të përditshmërinë tonë. Unë e lut Allahun Azza wa Jall që të na jap sukses, na jap bereqet dhe të na mëson atë që është e dobishme për neve dhe të jetë pra këto mezlise, këto dije, mësimi i fesë Allahut Azza wa Jall argument për neve dhe jo kundër neve. Allahu ju shpërbleft e inshallah kapitullin e parë e fillojmë në javën e ardhshme me kapitullin respekti ndaj prindit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft.